Nga ajo kam mësuar realisht që jeta nuk ka anën negative të saj, vdekjen, po të jetuarin keq. Ndoshta nuk kam pasur moshën për ta kuptuar, mirë po kam qenë gjithmonë kërkuese dhe kam hulumtuar se çfarë do të thotë një sëmundje e tillë dhe deri diku e kisha të qartë edhe unë që një ditë mund ta humbas atë. Sigurisht ta kujtosh atë periudhë e dhimbshme dhe derisa ti po flet edhe unë po emocionohem bashkë me ty. Nga kjo që e theksove ti pak më përpara, domethënë nuk e keni ditur se për çfarë po bëhet fjalë, nuk e keni njohur sëmundje, nuk e keni ditë situatën. Ndoshta edhe vetë mami në këtë rast nuk e ka ditë se me çfarë po përballet apo edhe se si ta menaxhoj ndoshta më mirë këtë situatë. Edhe ka pasur momente kur ajo duke dashur që t'ju përgatis juve me jetën, edhe është shkëputur pak nga juve. Patjetër, nëna ime në atë kohë punonte si defektologe dhe ishte shumë e angazhuar për një grua, le të them, ka qenë avangardë e kohës së saj, sepse në atë kohë kishte shumë pak gra që ndiqnin aktivizmin publik, siç ishte ajo një aktiviste shumë me pasion, përveç obligimit, le të them, të një marrëdhënie punës që kishte. Por ishte edhe një strategje shumë e mirë e jetës. E ka dashur jetën, ka qenë shumë allegro si person. Çdo herë nga ajo kam mësuar realisht që jeta nuk ka anën negative të saj, vdekjen, po të jetuarin keq. Dhe unë jam përtej se e lumtur sepse ajo ka pasur jetën që ka dashur ta ketë. Ndonse pak shkurt, në një moshë shumë të re, në moshën 41 vjeçare ajo ndroi në fakt jetë, mirë po para sa jetoi mendoj që ka jetuar ashtu siç ka dashur. Dhe për të pjesë nuk më vjen fare keq. Por në kohën kur ajo kuptoi që nuk ka kthim pas, sepse ishte e vetëdijshme, ishte koshiente se çfarë pret, normal që filloi ta ndronë edhe atë strategjinë e të sjellurit me ne, duke na mbajtur më larg që mos të përballemi me dhimbje që kishte ajo. Ta kemi më lehtë pastaj që ta kemi më lehtë, por jo që e lehtësoj. E kupton se faktikisht kur ndoshta nuk kam pasur moshën për ta kuptuar, mirë po kam qenë gjithmonë kërkuese dhe kam hulumtuar se çfarë do të thotë një sëmundje e tillë dhe deri diku e kisha të qartë edhe unë që një ditë mund ta humbas atë dhe ti si fëmijë don ta shfrytëzosh secilin moment me të. Mirë po nga ana tjetër nuk e di, ndoshta me sfidat piqesh edhe më tepër se që pret dhe ndonjëherë edhe duhet ta aktrosh për të mirën dhe mirëqenjen e saj mentale.